Dear colleagues, dear friends, thank you for being in Tirana today. It's such a pleasure to have you here, and we brought out the sun for you, or you brought out the sun coming today, because yesterday it wasn't the case. So once again, it's a pleasure, and before we proceed to the substantive part of our discussions, allow me to briefly outline the program for today. Our meeting will take place in a single plenary session, and in the conclusion we will consider adopting the Tirana Joint Declaration of Corridor 8. This will be followed by traditional family photo and a joint press conference, so I thank the media for being here too. Dear friends, excellencies, ladies and gentlemen, welcome to Tirana. It's a pleasure to have you here for a meeting that is not only for a line on the map, but about the future shape of our region. Corridor 8 is the missing east-west connection to Southeast Europe. It links the Adriatic to the Black Sea, markets to markets, and our region to the core of Europe. 2,000 years ago, the Via Egnatia did exactly that. It connected ports, cities, and people across the same geography. Today, we're not inventing something new. We're simply finishing a task that history already outlined for us, making this part of Europe truly connected. Because connectivity is not just about asphalt and rails. Connectivity means opportunity, it means resilience, and in today's Europe, it also means security. Let me start with a simple message. Albania is not waiting for Corridor 8 to happen. We are already building it. Across the country, the corridor is at the center of our national transport strategy. We have a portfolio of priority projects worth more than 2 billion euros, and most of them are already prepared for implementation. On the railway side, the Durrës-Rogozhin line is moving forward with European financing. The engineering work for the next segment towards Pogradec are underway. And the new railway connecting Tirana with Durrës and the airport, it's in its final phase of construction. On the road side, key segments from the port over the eastern border are under construction or in advanced preparation. And in the energy sector, the 400 kilovolt interconnection with North Macedonia, which runs along the corridor, is close to completion. So the western gateway of Corridor 8 is no longer an idea. Porta e Koridorit 8 nuk është më një ide, është një grup projekte në terren me financime, kontrata dhe fate. Për shumë vjet, Shqipëria është parë si halka e dobët në këtë koridor, ndërkohë që Shqipëria sot po shndrohet në një prej nyjeve më të besueshme të tij. Takohemi në një moment kur Europa po rimendon për parësitë e veta. Zgjerimi është kthyer në qendër të debatit evropian, kurse zinxhiret e furnizimit po rikonceptohen dhe lufta është kthyer në kontinentin tonë. Në këtë mjedis, infrastruktura nuk është më asnjëse, rrugët, hekurudat, portet dhe lidhjet energjetike janë pasuri strategjike. Koridori 8 nuk është vetëm aksi I vërtetë perëndim në Europën Juglindore, lidh detin Adriatik dhe detin e Zi përmes vendeve tona që janë gjithë anëtarët NATO-s dhe I jep një dimension të dytë më praktik. Pra nuk është vetëm thjesht një projekt ekonomik I integrimi, por është po kështu edhe një koridor ndërveprimërie. Lejon forcat, pajisjet e mjetet aleate të lëvizjes më shpejt në parashikueshme në barajon duke forcuar arkitekturën e sigurisë së bregut Minister, the strategic importance of military mobility on the southern eastern flank was reaffirmed, enabling progress on the dual use of Corridor 8 through common alliance funding. In that sense, Corridor 8 contributes not only to trade and growth, but also to collective defense, resilience, and stability across the wider Black Sea and Mediterranean space. But let us be open with each other. A challenge today is no longer the idea of Corridor 8. Everyone in this room agrees on its importance and is doing its part. The real challenge is its status inside the European transport network. As long as key parts of Corridor 8 remain outside the core TEN network, the corridor cannot attract the scale of financing and political priority it remains strategically important, but financially secondary. That is why the next step is
financiarisht japse hapi tjetër duhet jetë i qartë. Korridori 8 duhet të njihet si pjesë e brendshme e rrjetit thelbësor apo atij të shtrirë të zgjeruar tent dhe ky vendim do të çështë financime duke sinkronizuar investimet dhe kapitale të korridorit në përparësi europiane të tillë. Nuk ka të bëjë me trajtim të veçantë, por ka të bëjë me një logjikë strategjike. Europa nuk mund të flasë për rezistencë, zgjerim e autonomi strategjike nëse lë jashtë aksin lindje perëndim të pjesës rrugore. Gjatë viteve të shkuara kemi ndërtuar vërtet një moment real politik nga Brindisi 2023 tek angazhimet për lëvizjen ushtarake në Washington në 24, në Bruksel dhjetori me 25 dhe tani në Tiranë që po ecim hapas hap në deklaratën për zbatimin. Për faza tjetër duhet të jetë më praktike, na duhen afate të sinkronizuara mes vendeve, na duhet standarde të ndërveprueshmërisë teknike, gjithashtu edhe procedura më të shpejta, na duhen përkushtuar edhe koordinim të financimit me instrumente financiare europiane dhe institucione financiare ndërkombëtare, sepse korridori është po aq i fortë sa segmenti i vet më i ngadalt dhe kryqëzimi i vet më i bllokuar. Në fakt, korridori i 8 është po kështu diçka që e sjell më pranë Ballkanin Perëndimor me Bashkimin Evropian, shkurton distancat, kostot. Lidh bizneset, punojnë si të tregjet dhe e kthen gjeografinë në mundësi. Por ajo tonë nuk është vetëm projekt transporti, është një deklaratë politike që thotë se deti Adriatik e Zi nuk janë skajet e Europës, janë portat e Europës. Të dashur kolegë miq, për 3 dekada korridori 8 ishte një premtim i letër. Sot, gjithmonë më tepër, po shndrohet në burim projektesh reale. Nesër duhet të shndrohet në një arterie funksionale europiane. Shqipëria po bën pjesën e saj, të gjithë ne po ecim përpara dhe po bëjmë pjesën tonë, ndërkohë që Europa tashmë duhet të hedhë hapin në fund strategjik sepse një kontinent pa lidhjen e vet lindje perëndim është ende një kontinent i paplot. Por nuk është vetëm një investim, është një nevojë strategjike. Faleminderit dhe pres me padurim diskutimet tona. Allow me to recall Më lejoni të kujtoj takimin e parë ministerial në korridorin e 8 që u mbajt në Brindisi, në Italinë e Jugut, dhe duhet falenderoj shumë i dashur Antonio për gjithë çka ke bërë. Unë konsideroj një bashkë organizator, një bashkë pritës të këtij takimi. Very appropriate to recognize that the instrumental role that you have played, not only for Corridor 8, but the role that Italy plays when it comes to Southeast Europe, when it comes to Western Balkans, when it comes to our integration as a strategic necessity. So, si një nevojë strategjike, kështu që kam kënaqësi të ftoj, ju jeni zëvendës kryeministër dhe ministri i jashtëm Italisë Antonio Tajani. Faleminderit shumë Elisa që na kemi pritur në këtë ndërtesë kaq të bukur. Në fakt ndihem si në shtëpi sepse është një ndërtesë italiane. Jam tërësisht dakord me ju sepse edhe për Italinë korridori 8 nuk është vetëm një zgjedhje teknike dhe infrastrukturore, është një zgjedhje politike, sepse kjo pjesë e strategjisë sonë për ribashkimin e Ballkanit me historinë europiane është një përparësi strategjike për qeverinë italiane dhe për mua personalisht. Ne do të bëjmë maksimumin t'ju ndihmojmë që të jeni pjesë e Bashkimit Evropian dhe jam shumë i qartë. Për Ballkanin Perëndimor gjithashtu edhe Ukrainën, kjo është më e rëndësishme. Jemi në favor që Ukraina të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por përpara duhet të plotësojmë ribashkimin dhe them ribashkim, nuk është zgjerim, ju jeni europian. Ky është një ribashkim, ashtu siç ka ndodhur më parë me Bullgarinë e Rumaninë. Ne jemi vende europiane dhe kështu është më mirë të flasim për ribashkim. On March 3rd I will host in Rome a meeting
of the Friends of the Balkans group to reaffirm our support to the reunification of the region to Europe. For this corridor number 8 is a key political initiative to strengthen our cooperation and to support European integration of the region. Our presence here today confirms our common commitment to strengthen cooperation and connectivity across the region. We look forward to work together to resume the work we started, as you remember, in Brindisi in 2023. 3 years after this meeting, we must accelerate our efforts, and the document will be the strong message to the other Europeans is our engagement for doing more, for accelerating. It is a key to transform our efforts into concrete results. For this, the joint declaration we will adopt today. We are sending a powerful political message. The Corridor 8 is a shared strategic priority for our economies and our security. We are fully committed to make concrete steps for its realization. The corridor is crucial for trade, for Italy. Trade is more or less the 40% of our GDP. It increases. Our trade is important. Our goal is to export 70 billions before end 2027. For this, we will work hard in this part of the Europe. The potential for economic cooperation with the Adriatic and Balkan region is immense. In 2015, the trade exchange between Italy and the region grew by 3.2%, reaching 10 billion euros. These are important results, but we want to do more. The Italian companies are ready to invest and share their best know-how in the most innovative sectors. I visit the countries of the region and in every mission I organize business forum to strengthen our economic partnership. I will continue to do so. This is our priority. It's important also, after the very important event in Washington on raw materials, to work together also on this sector as Europeans, because we need to reduce the price of raw materials. In this moment, China decides the price in London Stock Exchange. Our interest for our companies is crucial to have low prices. For this, we need to work hard also among us, but also with Japan, with South Korea, with the Americans, looking at Africa, looking at South America, also looking at Western Balkans, because also Western Balkans is a rich part of Europe on raw materials. With Germany, we agreed on a new joint political initiative to push for a stronger European approach on critical minerals. In the efforts, the Corridor 8 plays a key role to strengthen our supply chain and to reduce strategic dependencies. Other important point for us is the link between the Corridor 8 and the Corridor IMEC, because the maps starting from India, through Israel, through the Gulf countries, through the Mediterranean Sea, it's possible to work for strengthening our cooperation in this sector to cross. The Corridor 8 and IMEC should be very important for every country's part of this European corridor. On the IMEC, we strengthen the centrality of the Adriatic and its ports. This is important. Trieste will be the European terminal port, the gateway to Central and Northern Europe and to the Balkans. On March 7th, I will chair in Trieste a conference on IMEC. The strong participation of the private sector we are invited. On the same day, we will also celebrate the 30th anniversary of the Secretariat of the Central European Initiative. A key platform
të Evropës Qendrore, që është një aktor kyç për të forcuar bashkëpunimin tonë rajonal. Pika e fundit ka të bëjë me sigurinë. Sot më shumë se kur, përfundimi i korridorit të 8 është një objektiv kyç sigurie, sepse ky korridor mund të sigurojë lëvizshmërinë ushtarake përmes detit Adriatike e detit të Zi, që është helbësor për Bashkimin Evropian, por edhe për NATO. Korridori 8 është një instrument i rëndësishëm për të forcuar shtyllën europiane të NATO-s. Në qoftë se duam të jemi më të rëndësishëm, në qoftë se duam të flasim me amerikanët në të njëjtin nivel, na duhet të forcojmë shtyllën e NATO-s, shtyllën europiane të NATO-s. Pra kemi një shtyllë të madhe që është shtylla amerikane, por kemi edhe një shtyllë tjetër, popull që është shtylla europiane. Për këtë duhet bëjmë më shumë që të jemi mirëfilli, shtylla e dytë e organizatës së NATO-s. Dhe për lëvizshmërinë e NATO-s, ky korridor do të jetë super i rëndësishëm. Kjo është një tjetër pikë që duhet shtuar për të këmbgulur fort në këtë drejtim. Natyrisht, rritja, lidhja midis lidhja tregtare pra midis detit Adriatik mes e detit të Zi është thelbësor edhe për kryqëzimin me Ajmekun, për import-eksportet e tregtit, por gjithashtu edhe për sigurinë tonë e për mbrojtjen. Për këtë jam gati të bëj atë çfarë duhet bërë për të këmbgulur fort edhe në Bruksel për të arritur rezultate të mira për korridorin 8. Jam gati të bëjmë atë çfarë na duhet të bëjmë për të përshpejtuar procesin. Faleminderit pra Elisaj që organizuat këtë aktivitet në Tiranë. Mendoj që gjatë takimit tonë të fundit kam propozuar organizimin e 2 takimeve të përvitshme, që të jemi më të pranishëm e që të përçojmë mesazhe më të forta për Brukselin dhe vendet e tjera. Faleminderit shumë që na mikpritët. Faleminderit i dashur Antonio. Një fjalë kaq gjithëpërfshirëse, një qasje kaq përfshirëse, ne e vlerësojmë vërtet dhe mendoj që për këtë më mbështesin të gjithë kolegët këtu. Qasjen tejet aktive italiane, kur vjen fjala për të na sjellë më pranë tregut italian, por edhe tregut përbashkët evropian. Termi ribashkimi i Europës që ju përdorët është pikërisht termi që në fakt johon me Shqipërinë dhe me gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse gjithmonë kemi qenë në këtë kontinent. E konsiderojmë kësaj Bashkimin Evropian, familjen tonë të madhe, natyrale. Ju keni qenë një shtyllë e rëndësishme për sigurinë rajonale, për bashkëpunimin dhe për nxitjen për procesin tonë të antarësimit. Do të kemi më shumë mundësi që të diskutojmë këto gjëra edhe në takimet tona dypalçe. Tashmë dua që t'i jap fjalën dhe kam kënaqësi që kam ftuar kolegun tim, mikun tim, Tim Çomuçusku, që është ministër i jashtëm i tregtisë i Maqedonisë Veriut. Tim, që faleminderit që jeni këtu. Shkëlqësi kolegë të dashur fëmijë, që është kënaqësi që gjendemi këtu në Tiranë. Dua të falenderoj mikpritësen tonë gjithmonë të hijshme Elisa, jo vetëm për nismën për të na mbledhur bashkë, por edhe për mikpritjen shumë të ngrohtë. Kjo e sot mja ka rëndësi sepse ashtu siç ju Elisa dhe Antonio thatë në fjalën tuaj, është një takim që mbështet drejt për drejt mbi atë që u ra dakord në Brindisi në korrik të 2023 ku Italia, Shqipëria, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut ranë dakord që ta bëjnë korridorin e 8 një platformë përësore politike dhe gjithmonë më tepër për të ecur drejt një mbështetjeje për një zbatim konkret e praktik. Në Brindisi, vendet tona ranë dakord që korridori 8 është një lidhje shumë e rëndësishme midis Adriatikut, Jonit dhe detit të Zi, është një pjesë thelbësore e rrjetit TEN dhe është një korridor që mund të përshpejtojë integrimin e Ballkanit Perëndimor në tregun e përbashkët evropian. Ne e njohim vlerën që ai ka për lëvizshmërinë ushtarake dhe për NATO-n, por po kështu edhe për kontekstin e BE-s. Unë besoj se 2 vjet e gjysmë më vonë, ky vlerësim merr akoma më tepër vlerë se më parë dhe na duhet të ecim përpara edhe
edhe më me urgjencë. Korridori 8 shpesh përshkruhet si rrugë e hekurudha një vijë në har, por sot në fakt lidhet më tepër me qëndresën dhe mundësinë për të lëvizur me siguri madhrat, njerëzit dhe gjithashtu me parashikueshmëri, gjithashtu për të ngritur kapacitetet tona dhe për të mos na lënë të ekspozohemi vetëm ndaj një alternative. Maqedonia e Veriut është në zemër të këtij koridori. Jemi vetë një vend ku koridori 10-8 ndërkryqëzohen dhe kjo gjeografi duhet të përkthehet rezultate që t'i ndjejnë qytetarët vendet e çdo thot distanca më të ulta, kohë më të shkurtra, dërgese, kosta më të ulta, konkurrencë më të lartë të kompanive dhe po kështu edhe një tërheqje më e madhe për investimet. Nëse duam që këto përfitime të zgjatin, koridori duhet të ndërtohet me standardet mirëfillte europiane, të ndërveprueshme në linjë me TEN-T dhe gjithashtu edhe në përputhje me integrimin e vet funksional. Besoj po kështu që ka një tjetër përmas që meriton më shumë mendje. Koridori 8, siç u përmend tashmë, mund të shndrohet në një aks jo vetëm ndërlidhshmëri e transporti, por gjithashtu edhe ndërlidhshmëri energjetike e rezistence. Përgjatë së njëjtës gjeografi mund të forcojmë lidhjet energjetike, të mbështesim stabilitetin e rrjeteve dhe të ndërtojmë infrastruktura që e bëjnë tranzicionin energjetik më të qëndrueshëm. Ne dimë që goditjet energjetike janë tashmë goditje strategjike, dhe vendet që janë më të mirë lidhura rimëkëmbën më shpejt, por janë edhe më të vështira për të ushtruar investimin. Në njëjtën kohë, midisi i sigurisë e sheh koridor në përmasa strategjike dhe mbrojtjeje dhe zbatimi i shpejt kontribuon në stabilitetin e rajonit dhe ul hapësirën për ndikim dashakeq, sulme hibride dhe keq informim. Europa dhe NATO e kanë vendosur lëvizshmërinë në agjendë për një arsye, sepse logjistika dhe infrastruktura nuk janë detaje, janë gatishmëri, janë siguria që shndrohet në realitet mirëfill. Vendet tona po ecën përpara hap pas hapi. Kemi nënshkruar marrëveshjen me Bullgarinë për tunelin hekurudor në nëntor 2025, që është thelbësor për koridorin që të funksiononte si një sistem i vetëm. Segmenti i parë i itinerarit të hekurudës lindore është përfunduar, i dyti është në ndërtim e sipër dhe puna po ecën në segmentin e tretë përfshi tunelin e përbashkët dhe elektrifikimin. Në aspektin rrugor, ne duam që të lidhim segmentet që kanë mbetur në 2025 dhe këtu në fakt duhet bëjmë praktike. Lidhja e pikave europiane mund të ndihmojë sepse mund ta shndërrojë korridorin e 8 në një korridor mirëfilli europian. Megjithatë, na duhet të bëjmë pjesën tonë që do të thotë dokumentacion i mirëfillt i mirë, gjithashtu edhe hapësira ose po themi projekte të cilat mund të jenë financueshme. Dhe dua të them diçka në frymën e partneritetit. Koridori nuk gjykohet nga qëllimi, por nga funksioni Sky Must Sky, që do të thotë një proces i cili lidhet me të gjitha segmentet. Pra, porta hyrëse është po njësoj rëndësishme si pjesa qendrore e pjesa dalëse. Shqipëria natyrisht ka rol thelbësor dhe ndërkohë që gjërat përshpejtohen, do të na duhet të ecim përpara e të harmonizojmë hapat në të gjitha anët që janë në përputhje me ambicjet që të gjithë ndajmë për kësaj kryese. Së fundi duhet të kujtojmë që ndërlidhja nuk është vetëm beton, është edhe procedura. Duhet flasim për procedura të menaxhimit të kufive, gjithashtu edhe procedura që çon lehtësimin e tregtisë, rregullat të thjeshta që në fakt lehtësojnë qarkullimin pa komprometuar sigurinë. Pra, të ndërtojmë infrastrukturën, por në qoftë se do të kemi vonesa dhe do të kemi copëzime, atëherë mund të humbasim vlerat të cilat mund të përfitojmë. Më rini ta mbyll me një mendim që është më shumë politik se sa teknik, por besoj është e rëndësishme. Në fakt, të tilla gjëra nuk janë, korridore të tilla nuk janë për të shkuar nga pika A në pikën D, në pikën B, më falni, por ka të bëjë me çfarë duam të jemi si rajon dhe në cilën Europë duam përkasim. Për këtë arsye, rajoni duhet të prodhojë rezultate të prekshme për gjithë qytetarët, sidomos për të rinj. Koridori 8 është ai lloj rezultate që njerëzit mund të ndjejnë. Më pak kohë, më pak kosto, më shumë mundësi, më shumë ndërlidhje dhe më pak cenueshmëri. Më lini ta përmbyll me diçka që i përket rajonit tonë të përbashkët dhe historisë tonë të përbashkët. Nën Tereza, shqiptare etnike që lindi në Shkup, të nderuar shumë për te
Andej, thoshte dikur se fakti që nuk kemi paqe do të thotë se kemi harruar që i përkat njëri tjetrit. Koridori 8 është një shans për të kujtuar e për ta menduar në mënyrë më praktike. Koridori i përket lidhjeve, lidhjet përkasin besimin. Nëse bëjmë kështu, jo vetëm do të lidhim tregjet, por do të lidhim të ardhmet. Me këtë më lejoni në përfundim të them që ne si komb ofrojmë të mikpresim ministerialin e ardhshëm të ministrave të jashtëm, por në frymën e partneritetit dhe dialogut, ta mikpresim së bashku me fqinjët tanë bulgar për treguar se të qenit europian kupton të punon së bashku për të mirën e përbashkët. Faleminderit shumë i dashur tim që dëshmuat për kushtimin e fortë të vendit tuaj për të vazhduar për parimin drejt zbatimit të korridorit të 8. Dy vendet tona janë dy prej përfituesve më të mëdhenj dhe jam e sigurt që mund të harmonizojmë afate, mund të harmonizojmë financime dhe të ecim përpara me hapa konkrete për të përmbyllur gjërat. Jam shumë e kënaqur që do të bashkëprisni. Kemi bërë diskutimin në Bruxelles dhe kemi rënë dakord disi, kështu që do të ishim të lumtur që ne të ishim atje. Në këtë pikë tash më kam kënaqësinë të ftoj zotin Nikolaj Pavlov, zëvendës ministër i punëve të jashtme i Bullgarisë, mirë se erdhët në Tiranë. Faleminderit shumë. Të shuar ministra, kolegë, zonja e zotrinj, privilegj i mirëfill të marrësh pjesë në këtë aktivitet nivelit lartë që i kushtohet orientimit politik e strategjik për zhvillimin e korridorit të 8. Në mjedisin e sotëm gjeopolitik, ndërlidhja nuk është më thjesht një koncept ekonomik. Zhvillimi i transportit transeuropian dhe energjetike është projekti më i rëndësishëm strategjik i Bashkimit Evropian. Hekurutat, rrugët, portet, aeroportet, ndërlidhësit energjetik dhe infrastruktura digjitale nuk janë thjesht sisteme teknike, por janë shtylla kurrizore e fuqisë ekonomike, rezistencës e sigurisë së Europës. Në këtë kontekst, koridori 8 duhet vlerësohet në aspektin e rëndësisë vet politike strategjike të ndikimit rajonal ekonomik, gjithashtu edhe në domethënien e tij strategjike të mbrojtjes. Në fakt, ai ofron distancën apo më të shkurtër e më efektive midis detit Adriatik dhe detit të Zi. Është një ndërlidhje multimodale që siguron ndërlidhjen dhe integrimin në Bashkimin Evropian të Ballkanit Perëndimor e mëtej. Koridori 8 është njohur në nivel evropian si një përparësi me rëndësi strategjike. Me miratimin e rregullores së 2024-s 179 segmenti Durrës Bari Shkup u përfshi në rrjetin TEN-T në pjesën e mesdheut perëndimor dhe në mesdheut lindor dhe në fakt nuk ishte thjesht, ishte një njohje strategjike ndërlidhjes midis kontinentit. Eurofacility 3, pra instrumenti i tretë për pjesën tjetër të programit, është një instrument helbësor për të nxitur autonominë, lëvizshmërinë dhe kapacitetet deri në 2034 duke mbështetur projekte strategjike në hapësirën evropiane dhe në vendet që aspirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Periudha tjetër programore duhet të reflektojë si duhet nevojat për të zhvilluar ndërlidhjen e transportit ndërkufitare në një kontekst më të gjerë, shumë dimensional për të nxitur produktivitetin e konkurrueshmërinë. Ky instrument do të luajë një rol shtyll për të realizuar projektet infrastrukturore siç është koridori 8. Jemi të lumtur të informojmë se segmentit Shkup-Sofje që është përfshirë në financim në Këshillin e Ministrave Transportit të 2025-s do ta vendosë edhe një herë korridorin e 8 në agjendën strategjike europiane. Vitin e kaluar, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut nënshkruan një marrëveshje ndërqeveritare dyfaqe për përgatitjen, zbatimin dhe funksionimin e instrumentit ndërkufitar që do të lidh teknikisht të dy sistemet e korridore. Kjo na sjell më pranë përparësi strategjike për përfundimin e plotë të linjës së korridore Shkup-Sofje si një gur themel për projektin e korridorit të 8. Marrëveshja është ratifikuar nga Asambleja jonë kombëtare dhe në momentin e hyrjes në fuqi Bullgaria është gati të nisë zbatimin pas një vonesë. Për më tepër, po punojmë për modernizimin e segmentit tonë drejt Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kemi përfunduar procedurat e tenderimit për ndërtimin
e rreth 2.4 kilometrave që mungojnë nga stacioni I kalimit kufitar, ndërkohë që koridori I8 mbartë rëndësi thelbësore, është I rëndësishëm për të ulur kostot e transportit, kohët e tranzitit, gjithashtu dhe rrit konkurrueshmërinë e ekonomive të rajonit dhe në fakt ndikon në një integrim më të mirë në tregun e përbashkët evropian, do diversifikojë itinerarët e transportit, do të ulë varësinë ekonomike, do të ulë varësinë nga korridoret e tjera. Ai shihet si katalizator për investime në logjistik, në transport, në zona industriale, në ndërlidhje energjetike dhe infrastrukturë digjitale. Do të rritë po kështu tërheqjen, do ta bëjmë tërheqjes rajonin, natyrisht për investime, do të jetë tërheqjes për partneritete publike e private dhe do të mundësoj përftimin dhe përfitjen e instrumenteve financiare evropiane për bizneset. Të mirat praktike janë shumë të prekshme, që janë dërgesa me kosto dhe më të ulët më të shpejta, ulja e tatimeve, gjithashtu lehtësimi I transporteve në kohët tranzit, po kështu gjithashtu ulje e pabarazive ekonomike rajonale dhe mundësi për turizëm. Për qytetarët do të ketë një ndikim po prapë të prekshëm. Vende pune, lëvizshmëri, shërbime më të mira, nxitje, zhvillimit rajonal, kushte më të mira për të rinjt që të qëndrojnë, të ndërtojnë të ardhmen e tyre në rajon e të rritin cilësinë e jetës në zonat kufitare. Në shtator 2025 pata kënaqësinë merrja pjesë në forumin e bashkive në Bullgari për gjatë korridorit të 8 dhe në fakt dëshmova, isha dëshmitar I rëndësisë që I kushtohej këtij projekti. Gjithashtu ne diskutuam në Brindisi për të thelluar diskutimet midis të gjithë aktorëve për gjatë korridorit. Në fakt jam I sigurt që gjitha këto do të rrisin vizibilitetin e këtij projekti. Korridori I8 me akse të tjera të rëndësishme vertikale rrit rëndësinë për ndërlidhjen rajonale, sidomos në segmentin lindor, ku do të kontribuohet prejush gjithashtu dhe do të sigurojë dhe lëvizshmërinë e mjeteve furnizimeve nga dhe për në Ukrainë. Gjithashtu ka dhe porta tjera të tjera që janë të rëndësishme, sidomos ajo porta transkaspike dhe kjo do të forcojë natyrisht rolin e korridorit të 8 e gjithashtu edhe do të forcojë ndërlidhshmërinë që ai siguron. Natyrisht u përmend mbrojtja e siguria si aspekt I korridorit të 8 që është me rëndësi thelbësore. Ndërlidhja mbetet një gur themel për sigurinë e Bashkimit Evropian dhe për vendin tonë. Natyrisht që një infrastrukturë që ndërvepron dhe është e fortë ndihmon edhe në mbrojtjen e NATO-s dhe për të forcuar bashkëpunimin kyç me NATO, për të përmirësuar në fakt projektin korridorit 8 dhe për të rritur lëvizshmërinë, vendet përgjatë këtij duhet përqendrohen tek rritja e infrastrukturës dhe ndërlidhshmërisë, harmonizimin e kuadreve rregullatore të vendeve të përfshira në korridor, procedurat e zgjoganimit e të tjera duhet të unifikohen për të patur një lëvizje të shpejtë, po kështu të përafrohen e të përputhen me kriteret e NATO-s të BE-s dhe ndërkohë që projekti EDA të përdorur si bazë për këtë. Integrimi I zgjidhjeve teknologjisë së lartë për shumë sisteme të zhurmimit teknologjike të kamionëve kështu me radhë është më rëndësishme. Duhet që korridori 8 të konsiderohet si një nyje kryesore, jo vetëm e mbrojtjes së NATO-s, por gjithashtu edhe të politikave aktuale. Në fakt, Bullgaria në këtë kuadër luan rol jo vetëm në korridorin e 8, por gjithashtu edhe në korridorin lindor e jug lindor, duke I pasur si përparësi për lëvizshmërinë. Në fakt, korridoret dhe bypasset janë shumë të rëndësishme, kështu që shkëlqyesi korridori 8 është me rëndësi strategjike, një projekt multimodal për të gjithë ne, kur të përfundoj, ai do të siguroj lidhje perëndim përmes Ballkanit, do të ulë kohët e udhëtimit, do të jap mundësi të mëdha për tregtinë, turizmin, investimet, duke rritur në mënyrë domethënëse ekonomitë lokale, sigurinë dhe stabilitetin në mbar rajonin tonë. Republika e Bullgarisë mbetet e përkushtuar ndaj realizimit të gjitha komponenteve të korridorit të 8 dhe të vazhdoj partneritetin tonë në mbërritjen e këtij objektivi
strategjik. Dua po kështu që të shpreh mirënjohjen miqve shqiptar për nismën që ka ardhur në kohë dhe të rikonfirmoj mikpritjen e edicionit të ardhshëm të këtij takimi ministerial. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit për fjalën gjithëpërfshirëse dhe që theksuat se Bullgaria mbetet tejet e përkushtuar për ta çuar përpara projektin e korridorit të 8. Presim me padurim takimin e ardhshëm. Në fakt, u propozua nga Antonio të zhvillohej 2 herë në vit, kështu që 2 herë në vit në fakt shka e durur për ta koordinuar. Duhet t'ja fjalën tash më folësit të fundit ambasadorit të Rumanisë në Shqipëri, Octavian Serber. Faleminderit zonja ministra, zëvendës ministër Tajani, të dashur ministra, e dashur Elisa, faleminderit për diellin së pari, sepse tashmë në Bukuresht po bie borë. Ky kuadër i sjell ca diell edhe rajonet tonë. Diskutimi për korridoret dhe për rrugët më kujton një copëz mençurie të një personalitet vita est, që do të thotë rrugë, do të thotë jetë, dhe në këtë moment mjaft të veçantë strategjik. Është sigurisht një vijimësi e kësaj urtie klasike. Më lini të shpreh mirënjohjen autoriteteve shqiptare për organizimin e ditës së sotme në Tiranë për korridorin e 8 dhe të theksoj se mjedisi aktual i sigurisë kërkon kapacitetin për të vepruar me shpejtësi, me forcën e duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur. Sot më shumë se kur reagimi shpejt është bërë një kriter i domosdoshëm për sigurinë e përbashkët dhe jo vetëm për sigurinë tonë të përbashkët. Në këto kohë pa parashikueshmërive të parashikueshme, që është në fakt një përkufizim shumë i zakontë i jetës sonë politike të përditshme. Lëvizshmëria ushtarake nënkupton aftësia e lëvizjes së trupave dhe mjeteve në të gjithë zonën tonë të përbashkët. Rumania është tashmë pjesë e të gjitha projekteve të lëvizshmërisë ushtarake në korridor Juglindor. Korridori 8 është një prej tyre. Por kemi arritur marrëveshje për të siguruar gjithashtu lëvizshmëritë harmonizuar me aleatët në rajon, Greqi, Bullgari, Turqi, dhe natyrisht për gjithë këto projekte janë faza zbatimi dhe ne në fakt mirëpresim çdo mbështetje dhe kemi patur në fakt një mbështetje të shkëlqyer në grupe pune në Ministritë e Mbrojtjes. Natyrisht që këto korridore janë çështje shumë të rëndësishme dhe do të luajnë rol të madh në vitet që vijnë, jo vetëm nga pikpamja ushtarake. Rumania është plotësisht e përkushtuar të mbështet zhvillimin e kësaj infrastrukture kritike për Evropën Juglindore dhe do të lehtësojë lëvizshmërinë ushtarake në aksin lindje-perëndime dhe do të lidh më tej detin e Zi me zonën e Adriatikut. Kjo e harmonizon Rumaninë plotësisht me përparësinë për të pasur një tranzit më të madh dhe më të shpejt ushtarak në rajon, gjithashtu edhe për të konsoliduar ndërlidhje në rajonin e detit Zi dhe detit Adriatik, ashtu siç tha edhe ministri Spiropali. Deti i Zi nuk është skaj, por është një port hyrëse për hapësirën tonë të përbashkët të sigurisë. Përmendet tona, konsolidimi mbrojtjes së NATO-s dhe pranimit në bregun perëndimor mbetet një përparësi kryesore, ndërkohë që agresioni rus kundër Ukrainës vazhdon dhe ndikon gjithmonë më tepër edhe territorët aleate sot. Lëvizshmëria ushtarake është një mundësues thelbësor strategjik dhe natyrisht kufizimet në këtë lëvizshmëri mund të ekspozoj aleatët përpallë rrezikut për të dislokuar trupat në kohën e duhur. Natyrisht që këto ndërlidhen, ky korridor ndërlidhet me korridore të tjera ushtarake dhe ndërlidhja është domosdoshmëri për vendin tim në mënyrë që të bashkoj forcat dhe për të ndërlidhur më shumë vendet tona në infrastrukturë. Jemi të gjithë vetëdijshëm që rregullat e ndryshme kombëtare, procedurat e fragmentarizuara dhe mungesa e bashkëndimit të qartë vazhdojnë të vonojnë transportin ushtarak, jo vetëm atë, por gjithashtu infrastrukturat e transportit nuk janë të
përshtatura si duhet për nevojat e dy fishta dhe mbeten të ekspozuara ndaj cenimeve dhe në fakt këto janë pengesa kritike për rrjetet e transportit dhe minojnë aspektin e sigurisë, mbrojtjen e civilëve, gjithashtu edhe gjithë kapacitetin pranues të vendeve tona. Ndërkohë që është bërë përparim i konsiderueshëm, vazhdojnë të ketë pengesa në aspektin ushtarak, kështu që në këtë drejtim është urgjente për të gjithë ne që të zbusim rregulloret për infrastrukturën ushtarake dhe të përmirësojmë lëvizshmërinë ushtarake. Të gjithë kuptojmë që mbështetja logjistike është kryesisht një përgjegjësi kombëtare, por duhet t'i jepet përparësi e lartë aftësisë së NATO-s për dislokuar trupa dhe për të patur mundësi të lëvizjes siç duhet në rajonin tonë. Në fakt, ne flasim për një qasje dhe më të gjerë dhe kemi nisur në nivel kombëtar masat për të zhvilluar dhe më tej lëvizshmërinë ushtarake. Dhe një shembull konkret për këtë është stërvitja e madhe që ndodhi e NATO-s në nëntor të vitit 2025. U përfshin 5.000 trupa dhe 1.200 pajisje të rënda ushtarake nga 10 vende ushtarake të NATO-s dhe ky është një shembull i qartë të suksesit të kapaciteteve të lëvizshmërisë në bregun perëndimor. Gjithashtu, korridori 8 dhe projektet e tjera të lëvizshmërisë ushtarake nuk janë vetëm për NATO, nuk janë vetëm të NATO-s, mbështeten nga Bashkimi Evropian dhe dua të theksoj nevojën për të thelluar bashkëpunimin midis NATO-s dhe BE-s për të integruar rajonin gjithashtu edhe për të siguruar një lëvizshmëri të përputhur ushtarake. Kjo natyrisht do të kërkojë dhe forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes së BE-s. Kjo do të sigurojë jo vetëm apo do të garantojë jo vetëm sigurinë tonë ushtarake, por edhe për prosperitetin tonë të përbashkët. Lëvizshmëria ushtarake mbetet një përparësi për BE-n dhe për NATO-n. Në rajone përtete ne mendojmë që ky është një element kritik i politikës prenimit e gjithashtu edhe të gatishmërisë së BE-s. Në këtë kontekst ne do të mbështesim dhe do të nxisim për një qasje më të gjerë sa u takon korridoreve të lëvizshmërisë në aspektin ushtarak për të mbrojtjes dhe në atë ekonomik. Së fundi në radhë, por jo nga rëndësia, me lejoni që të kaloj nga niveli kombëtar në atë rajonale, sidomos sa i takon projekteve të infrastrukturës për përdorim të dyfish që janë pjesë e projekteve të investimit propozuara nga Rumania, që janë pak pjesë e plan veprimit të sigurisë kombëtare për të pasur rregullore të sigurta. Në qoftë se pra do të përftohet apo këto projekte do të sigurohen, atë do të jetë një ndryshim i lojës, po themi, për të gjithë rajonin. Më lejoni të them që aspekti strategjik në të ardhmen na bën bashkë dhe është detyra jonë që të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit Oktavian, i dashur mik. Të dashur koleg, faleminderit për këto diskutime dhe për frymën në të cilën këto diskutime u mbajtën. Ishte optimale, praktike, përshëndruar në atë çka realisht ka vlerë, e si do të lëvizim nga planet në realitete zbatimi në këtë korridor. Japste i konsideroj diskutimet e sotme të rëndësishme, presim me padurim gjithashtu edhe ato që do të vinë më pas. U zhvendosëm nga qëllimet e përgjithshme në hapa praktike dhe vlerësoj vërtet atë çfarë Antonio dhe Timço thanë për rëndësinë e sinkronizimit të mënyrave tona të punës, që do të thotë hekurudat kryqëzon me hekurudat, rrugët me rrugët dhe portet lihen me pjesën e brendshme të vendeve pa vonesa, pa pengesa dhe natyrisht u theksua se çfarë po bëhet nga secili prej juve, të cilat janë përparësi kombëtare. Njëta gjë u theksua këtu edhe nga zëvendës ministri Pavlov për synimet dhe planet konkrete që ka Bullgaria për projekte. RAM
Dakor, për diçka që është po kaq me rëndësi, që infrastruktura nuk mjafton. Një korridor funksionon vetëm nëse standardet përputhen, nëse financat bashkërendohen dhe procedurat thjeshtohen. Kështu, puna që na pret përpara është konkrete dhe kjo është ajo që marr nga diskutimet, që do të thotë mbyllja e hallkave që mungojnë, harmonizimi i standardeve teknike dhe japateve, mobilizimi i financimeve europiane dhe ndërkombëtare dhe mbajtja e vëmendjes në mënyrë të rregullt e sistematike mbi këtë projekt. Kështu që takimi 2 herë në vit në këtë drejtim mendoj që do të ishte shumë i përshtatshëm. Nëse se mbajmë këtë nivel qëllimi, këtë nivel vëmendjeje politike, kjo do të bëjë të mundur që korridori të jetë realitet brenda dekadës, duke nisur nga portet tona, nga rrugët e nga hekurrutat që ndërlidhin. Ju falenderoj për partneritetin tuaj, ju falenderoj që po ecim përpara së bashku. Në fund, unë mendoj që vlen që përpara se sa të mbyllim takimin, të sjell në vëmendje miratimin e deklaratës që kemi parë të gjithë, deklaratën e përbashkët të Tiranës për korridorin e 8. Do doja të falenderoja po kështu edhe ekipet tona për punën që kanë bërë. Dokumenti e keni në duar. Nuk e di në qoftë se keni ndonjë koment apo sugjerim për deklaratën e përbashkët të Tiranës për korridorin e 8. Mendoj që jemi të gjithë në përputhje lidhur me të, a mund ta konsideroj të miratuar, po nuk ka asnjë kundërshtim. Kështu që deklarata e përbashkët të Tiranës për korridorin e 8 miratohet. Ju falenderoj shumë të dashur miq, ju ftoj tashmë të bashkohemi për një foto në grup ndjekur nga konferenca për shtyp.